që nga momenti që Gjeneta kishte hyrë në shtëpi, diçka nuk kishte shkuar si zakonisht. Banorët e ndjenin. Nuk ishte thjesht hyrja e një konkurrente të re, por një energji e çuditshme, e fortë, që solli menjëherë përplasje, tension dhe konfuzion. Alba ishte ndër të parat që e vuri re këtë ndryshim dhe nuk e fshehu as pak dyshimin e saj, e ulur në divan, me sytë që ndiqnin çdo lëvizje të Gjenetës. Alba foli me zë të lartë, mjaftueshëm sa ta dëgjonin të gjithë që kur ke hyrë, kjo shtëpi nuk ka pasur asnjë ditë qetësi. Gjeneta buzëqeshi lehtë, me atë buzëqeshjen që për disa dukej e sigurt, për disa provokuese. Unë kam hyrë si gjithë të tjerët. Nëse ka tension, nuk e kam krijuar vetëm unë. Por Alba nuk u tërhoq. Ajo u ngrit në këmbë dhe vazhdoi, unë dyshoj që ti nuk ke ardhur këtu rastësisht. Dyshoj që ke ardhur me një plan. Ke ardhur, je përplasur me të gjithë banorët, një nga një. Nuk ke lënë njëri pa u futur në debat. Në dhomë ra një heshtje e çuditshme. Disa banorë pan nga njëri tjetri. Ishte e vërtet që Gjeneta, sa po kishte hyrë, ishte përplasur pothuajse me të gjithë. Alba vazhdoi, pa i hequr syt nga ajo, dhe po ta them hapur, dyshoj që ke ardhur nga vëllai i madh vetëm për me bërë lëmsh shtëpinë. Dhe pastaj me u largu. Kjo fjalë ndezi dhomën. Gjeneta ngriti vetullat dhe qeshi me ironi. Seriozisht? Tani po më thua që jam futur këtu me mision sekret? Alba ju afrua një hap më shumë, po. Sepse nuk është normale me ardh dikush dhe me u futur në kaq shumë përplasje brenda pak ditësh. Nuk është normale me dhënë mend, me gjyku, me bërë moral, kur ende nuk ke asnjë histori këtu brenda. Gjeneta reagoi menjëherë, unë flas kur shoh pa drejtësi. Nuk kam ardhur me hesht. Alba ja preu shkurt, jo. Ti ke ardhur duke u futur në krah, duke u afruar shpejt, duke krijuar konfuzion. Po kujdes. Sepse duket që këtë lloj afrimi e ke shumë qejf edhe vetë. Banorët reaguan me vëllë të ulta. Disa u shtangën. Disa qeshën nervozisht. Gjeneta u tendos. Ti po më akuzon për gjëra që nuk qëndrojnë, tha ajo me zë të ngritur. Alba nuk u ndal, jo. Unë po them që nuk mund të vish këtu dhe të sillesh sikur je autoriteti moral i shtëpisë. Nuk mund të na japësh mend, të na thuash si duhet të sillemi, kur vetë vjen me një sjellje që krijon kaos. Gjeneta u afrua, ti ke problem me mua sepse nuk ta them gjërat bull. Alba ja ktheu, jo. Unë kam problem kur dikush sillet sikur ka të drejtë morale mbi të gjithë, ndërkohë që vetë nuk e mban atë standard. Tensioni u rrit ndjeshëm. Një banor tjetër tentoi të ndërhyjë, por askush nuk e dëgjoi. Debati kishte kaluar në një nivel tjetër. Alba vazhdoi. Me zë të fortë, ti sot na flet për parime, për rregulla, për qëndrime. Por mënyra si ke hyrë këtu, mënyra si je futur në çdo debat, nuk përputhet me atë moral që po na predikon. Gjeneta u përpoq të mbrohej, unë jam me drejt për drejt. Nuk kam ardhur me maska. Alba buzëqeshi me ironi, pikërisht. Dhe kjo drejt për drejtësi jote po përdoret për të krijuar përçarje. Ti nuk po ndërton, po prish. Banorët filluan të ndaheshin në grupe. Disa mendonin se Alba kishte të drejtë. Të tjerë mendonin se Gjeneta po sulmohej padrejtësisht. Por askush nuk mund ta mohonte se hyrja e saj kishte trazuar shtëpinë. Gjeneta ngriti zërin, ti po më gjykon pa më njohur. Alba i u përgjigj ftohtë, jo. Unë po gjykoj atë që shoh. Dhe ajo që shoh është dikë që erdhi për të dhënë mend, jo për të dëgjuar. Në fund, Alba bëri një hap prapa dhe tha fjalët e fundit, ky është problemi im me ty. Jo kush je, por çfarë po bën këtu brenda. Gjeneta mbeti për një moment pa fjalë. Dhoma u mbush me heshtje. Një heshtje e rëndë që tregonte se debati kishte lënë gjurmë. Ky nuk ishte një debat i zakonshëm. Ishte një përplasje mbi qëllimin, sinqeritetin dhe moralin, një moment ku shtëpia u nda në dyshime dhe pozicione. Dhe pas atij momenti, askush nuk e pa më Gjenetën dhe Albën me të njëjtin sy, në Big Brother. Disa hyrje kalojnë pa u ndjerë. Kjo jo. Kjo hyrje tronditi shtëpinë dhe pasojat sapo kishin filluar.